أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله عز وجل falënderojmë salawatet të dërguarit të tij I dërgojmë. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e dytë me radhë, në ditën e dytë me radhë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Jemi tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, që ky cikël është vazhdimsi e ciklit të Ramazanit të kaluar. Mbetemi me shpresë që Allahu të ndahet I kënaqur me fjalët edhe me veprat tona, duke lutur Allahun që ditën që kaloi të na pranoj e ditët në vijim të na forcoj. Sonte me lejnë Allahut Azza wa Jall është emri I dytë me radhë I këtij cikli të bukur të ligjëratave, emri I Allahut Azza wa Jall, Ar-Rabb, që do të thotë në gjuhën shqipe Zoti. Emri Ar-Rabb apo Zot është ndër emrat më të bukur të Allahut Azza wa Jall, me të cilin emër lutet Allahu, me të cilin emër madhërohet Allahu, me të cilin emër shëjtrohet Allahu dhe falënderohet Allahu Azza wa Jall. Emri I Allahut Ar-Rabb, të nderuar agjërues dhe agjëruese, është nga emrat që më së shumti është përmendur dhe është sekur në librin e Allahut Azza wa Jall. Gjithsej është përmendur 978 herë me të gjitha kuptimet e tij, pra ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall. Ar-Rabb në aspektin gjuhësor I dedikohet pronarit, zotërisë, edukuesit, dirigjuesit apo dhuruesit të begative në përgjithësi. Ndërsa kuptimi I emrit Ar-Rabb, I emrit të Allahut Azza wa Jall, sa I përket lartëmadhërisë së Allahut Azza wa Jall apo aspekti terminologjik islam, do thotë është qenurit krijues I çdo gjëje, pronar I gjithësisë, dirigjues dhe furnizues I saj. Emri Ar-Rabb është nga emrat që tregojnë apo që përfshin emra të shumt, pra për një kuptim. Andaj emri I Allahut Ar-Rabb do thotë rregulluesi, përmirësuesi, dëgjuesi apo sunduesi, pronari I gjithësisë dhe rregullues I çështjeve të tyre. Ibn Qayyim rahimahullah, kur ka folur për këtë emër, ka thënë: emri I Allahut Ar-Rabb do thot I plotfuqishmi, krijuesi, ai që çdo gjë I dha trajt, ai që është I gjallë, I përjetshëm, mbajtësi I gjithë shkaje, dëgjuesi, shikuesi, bamirësi, bujari, edhe kështu me radhë. Të gjitha këto gjëra e kanë kuptimin apo hyjnë në kuptimin e bukur të Allahut Azza wa Jall, pra Ar-Rabb. Andaj është nga emrat që tham më së shumti është përmendur në Kur'anin famlar. Për shembull, Allahu Azza wa Jall në fillimin e hapjes së Kur'anit famlar, suraja hapse, suraja El-Fatiha, Zoti xhallahu ala tha në ajetin e parë të kësaj sure: Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çdo lavdrim I përket Allahut, Zotit të botrave. Allahu njëkohësisht tha në surën An'am, ajeti 162: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Thuaj me të vërtet namazi jem, kurbani jem, jeta ime dhe vdekja ime I përkasin vetëm Allahu, Zotit të botrave. Pastaj fjala Allahut Azza wa Jall, përfundimi I ajetit 66 të surës Hud, tha Zoti xhallahu ala: Inna rabbaka huwa qawiyyul aziz. Me të vërtet Zoti jot është I forti dhe I plotfuqishmi. Pastaj ajeti në surën Takwir, tha Allahu Azza wa Jall: Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Por ju nuk mund të dëshironi asgjë tjetër përveç se me vullnetin e Allahut, Zotit të botrave. Gjithashtu kanë thënë dietarët, nga ky emër rrjedh edhe kuptimi Er-Rububiyye, pra tauhidi Er-Rububiyye, që do të thotë se Allahu është Zot, pronari I çdo krijese, I çdo gjëje, furnizuesi I çdo krijese, mbikëqyrës I çdo krijese, edhe kështu me radhë. Të qenurit e tij Zot është e përgjithshme dhe e përveshme apo është e veçantë. E përgjithshme është me të gjitha krijesat, sepse ai është krijuesi I çdo gjëje I tyre, është furnizuesi I tyre, qoftë ajo krijesë musliman apo jo musliman,
qof krijesë mirë apo krijesë keqe, qofshin ato krijesa njerëz apo kafsh, në dorën e tij janë të gjitha krijesat. Allahu Azza wa Jall i fal ato, Allahu Azza wa Jall i krijon ato, por edhe u merr shpirtin. Allahu është Rabb, nga se ai i jep të gjitha krijesave të hanë, i ushqen, i ruan ato krijesa kur të doj, nga kushdo dhe vepron me ato çka doje xhelalu ala. Andaj të gjitha këto çështje e kanë kuptimin të qenërit Zot Er-Rabb, pra përfshin të gjitha gjërat që i përkasin madhërisë së tij subhanahu wa taala. Emri Zot Er-Rabb është nga emrat me të cilët Allahu e ka lavdruar më së tepër me veten e tij në Kur'anin famlar. Për shembull në surën Habsa që tham Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çdo lavdrim i përket Allahu Zotit të botrave. Alamini është shumë si fjalës alam, që është çdo gjë pos Allahut. Andaj falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të çdo gjëje, edhe çdo krijese. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në surën Naml e ka lavdruar veten e tij duke thënë se është Zoti i Arshit të Madh. Tha Allahu Azza wa Jall, Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Allahu është një, s'ka Zot tjetër përveç tij, Zoti të Arshit të Madh. Allahu ka lavdruar veten e tij me atë se është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka ka në mes të tyre, siç ka thënë Zoti Jalla wa Ala në surën Maryam, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ai Allahu është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që është midis tyre, prandaj vetëm atë adhuroje dhe bëhu i qëndrueshëm në adhurimin ndaj tij. A njeh ti ndonjë tjetër që ka emrin e tij? Emri Zot Er-Rabb është nga emrat me të cilët më së shumti, pra na duhet ta lutim Allahun Azza wa Jall. Për shembull, Zoti xhallahu ala, pra e ka lutur Ademi alayhis salam, pra edhe Hava, për kërkim falje pas gabimit që ata e bën. Tha Zoti xhallahu ala duke përshkruar duan dhe lutjen e tyre, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata thanë Ademi dhe Hava, o Zoti jon, ne kemi futur veten në gjunah, prandaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, me të vërtetë do të jemi nga të humburit. Pastaj Nuhi alayhis salam u lut për ta falur atë dhe prindrit e tij. Tha Nuhi alayhis salam, për Allahu atseki lutjen e tij në Kur'anin famlar, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. O Zoti jem, falë mua dhe prindit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Falë të gjithë besimtarët e besimtarët, ndërsa keq bërësve shtoja vetëm shkatrimin. Pastaj Musa alayhis salam u lut për veten e tij, u lut edhe për vllajin e tij Harunin duke thënë, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dhe kujtoje ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur Musa i u lut dhe tha, o Zot, më fal mua dhe vëllain tim, dhe na pranon në mëshirën tënde, ti je më i mëshirshëm prej mëshiruesve. Yusufi alayhis salam bëri dua kur dëshën ta nënçmonin gratë e pallatit të mbretit, edhe tha, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Tha Yusufi alayhis salam, o Zoti jem, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyn ato ta veproj. Nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua. Pastaj Zekeria alayhis salam u lut te Allahu Azza wa Jall për t'i falur Allahu fëmijë në pleqëri. Tha Zoti xhallahu ala, hunalika da'a Zekeria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'u ad-du'a. Ata Zekeria i lut Zotit të vet dhe i tha, o Zoti jem, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, se me të vërtetë ti je dëgjues i lutjeve. Emri Allahut Er-Rabb, tham që është përmendur shumë në Kur'anin famlar, po ky emër i Zotit xhallahu ala, pra është përmendur edhe në sunetin e pastër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra në sunet. Mirë po para se t'i cekmi disa çështje, kanë mbetur edhe disa dua të pejgamberëve të Allahut që janë lutur me emrin e Allahut Er-Rabb. Për shembull Musa alayhis salam tha, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pastaj duaja e Ibrahimit alayhis salam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, më fal mua, prindit e mi, edhe besimtarët ditën e llogarisë. Pastaj duaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. O Allah, kërkoj mbrojtje tek ti nga kurthet e shejtanit të mallkuar. Pastaj duaja e njerëzve të dijes, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
O Allah, mos na udhëzo, mos i devijo këto zemra pasi që i drejtove. Duaja pasaj e robëve të zgjedhur të Allahut Azza wa Jall. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Allah, na dhuro gratë të devotshme dhe familje që na kënaqen syt me to. Andaj është përmendur aq shumë në sunetin profetik, saqë nuk ka emër që është përmendur më shumë në sunetin profetik se sa emri i Allahut Er-Rabb. Andaj përpos që është përmendur në Kur'an, është përmendur edhe në sunet. Andaj shumë pisave pra e kanë mësuar këtë emër dhe kanë jetuar me këtë emër, siç ka qenë Ebi Darda, Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ajma'in, saqë ata kanë thënë me një gjuhë se ky emër është emri më madhështor i Allahut Azza wa Jall. Edhe pejgamberi alayhis salam në sunetin e tij, pra përpos në Kur'an që e ka cekë Allahu duan e tij për shtimin e diturisë dhe për ruajtjen nga shejtani i mallkuar, është lutur edhe në sunetin e tij pejgamberi dhe ka bërë dua shumë me këtë emër dhe normalisht alayhis salam i thani sahabis sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Tha zotria i istighfarit është që të thuash, pra o Allah, ti e Zoti jam, nuk ka Zot tjetër post teje. Alayhi salatu wassalam, kur kishte ngarkesa të mëdha, telashe, preokupim të madh, si krejt njerëzit, lutej me këtë dua dhe me këtë lutje. Të se në dua dhe lutje e ka regjistru Buhariu dhe Muslimi në sahihut e tyre. Thoshta pejgamberi Allahut, la ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nuk ka Zot tjetër pos Allahut të madhit të butit, nuk ka Zot tjetër pos Allahut të arshit të madh, nuk ka Zot tjetër pos Zotit të qiellit dhe tokës, Zotit të arshit fesnik. Dhe ka shumë lutje të këtij lloji, nga të cilat lutje ne e kuptojmë rëndësinë edhe peshën e madhe që e ka emri i Allahut Azza wa Jall. Sa i përket emrit të Allahut Er-Rabb, pra rububiyeti i Zotit xhallahu ala është i dy anshëm apo është dy lloje. Rububiyya amme, pra rububiyya e përgjithshme që është për të gjitha krijesat, të mirët, të këqind, besimtar, jo besimtar, edhe çdo krijesë tjetër që Allahu Azza wa Jall pra i jep begati dhe i jep furnizim. Ndërsa rububiyya khassa, mbikëqyrje e veçantë, pra është vetëm ajo mbikëqyrje që Allahu e bën për robërit e tij të sinqert, për t'ia udhëzuar zemrat e tyre, për t'ia përmirësuar moralin e tyre, veprat e tyre, për t'i mbushur ata me iman dhe besim. Andaj Allahu Azza wa Jall i ka udhëzuar të gjitha krijesat që ta falenderojnë Allahun Azza wa Jall për shkak rububiyetit e tij apo emrit të Allahut Er-Rabb. Tha Zoti xhelalu ala në surën Az-Zumar ayati 75, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe ata than falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, pra Zotit të gjithë botrave. Gjithashtu banorët e xhenetit, Allahu kur tha për ta, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe thirrja atyre, lutja atyre e fundit është falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, Zotit të gjitha botrave. Andaj Zoti xhelalu ala pra është ai i cili lavdrohet dhe është ai i cili madhrohet nga robërit e tij. Belletun tayyiba wa rabbun ghafur. Sa vend i mirë është Mekja dhe sa Zot mirë ka Mekja, pra një Allah që i fal mëkatet e robëve të tij. Andaj Zoti xhelalu ala i thret të gjithë atyre njerëzve, të cilët njerëz qohen pesh dhe nuk e adhurojnë Allahun Azza wa Jall, duke u drejtuar atyre duke thënë në ajetin e 6 të surës Infitar, ja ju el-insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti insan, çka të bëni ty muçu pesh kundrejt Zotit ton bujar. Tabarakallahu rabbul alamin në surën Araf, pra i lavdëruar Allahu Zoti i të gjithë botrave. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. I lavdëruar Allahu, pra sa krijues, do thotë suprem është xhelalu ala dhe sa krijues i bukur është Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu kur të hyjnë në xhenet banorët, do thotë për të xhenetit në xhenet, selamun qawlan min rabbir rahim, paqe fjalë nga një Zot është i cili është i gjithëmëshirshëm. Andaj kjo është Allahu Azza wa Jall, me të cilin emër na e madhrojmë, i lusemi Zoti xhelalu ala, i nështrohemi atij dhe i lutemi atij. Ja ju nasu ubudu rabbakum. Allahu Azza wa Jall i bën thirrje njerëzve, o ju njerëz, adhurojeni rabbakum, Zotin tuaj. Wa ana rabbukum fa'budun. Allahu ka bërë thirrje dhe ka thonë, unë jam Zoti juaj, andaj
më adhuroni mua. Saqë ka ardhur në hadith vërtet se pejgamberi alayhis salam nga hadithi ibn Abbasit që ka shkruar Imam Muslimi dhe ka ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula. E ka shiu ëmbëlsinë e imanit ai i cili thot me plot zemër se jam i kënaqur që Allahu o Zoti jam, që Islami është feja ime dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari jam. Allahu na ka edukuar që edhe namaz të bëjmë dua dhe të lutemi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm tek ti mbështetemi ya rabbal alamin. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samaa wa khalaqahum la yaquluna Allah. Nëse pyeti dhëtarët kush i krijoi qiellin dhe tokën, do thonë Allahu azza wa jall. Qul liman al-ardu man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Nëse i pyet ata se i kujt është apo e kujt është çdo gjë që është në tokë dhe në qiell, ata thonë me plot gojë edhe me plot zemër se është e Allahut azza wa jall. Përfitimet nga emri Allahut azza wa jall, pra emri Ar-Rabb. Prej përfitimeve është se emri Allahut azza wa jall, pra Ar-Rabb, na jep me kuptu që njeriu përmes këtij emri e njeh Zotin e vet. Përmes këtij emri e kupton edhe qëllimin e ardhjes së tij në këtë dunja. Për arsye, kush e ka harru këtë qëllim, pra Allahu u bën thirrje dhe u thot: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A keni menduar që e keni uar kote e pastaj nuk keni më kthy te Allahu azza wa jall. Gjithashtu ai i cili e njeh këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall, ky emër ja bën me dije atij se është Allahu ai i cili mbikëqyr çdo gjë. Çdo gjë lëviz me urdhën, diturin, me çdo gjë që ka caktuar dhe dëshirën e Allahut azza wa jall, furnizimi, krijimi edhe gjërat e tjera. Andaj tauhidi ar-rububiyya dhe pranimi i tij automatikisht e obligon edhe tauhidin al-uluhiyya, pra që ta adhurojmë vetëm Allahun azza wa jall, mos i bëjmë atij shok dhe ta njësojmë atë në çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Imani në cilësitë e rububiyetit Allahut azza wa jall, në emrin Allahut ar-Rabb, do thot imani në besimin se Allahu ka emra të bukur dhe ka cilësi të larta. Dhe këta emra të bukur dhe cilësitë e larta nuk janë kosekoti, por duhet të mësojmë ato, të punojmë ato, edhe ta lutemi Allahun azza wa jall me këta emra të bukur. Gjithashtu prej përfitimeve që i kemi nga ky emër është se muslimani është i kënaqur që Zoti vetë është Allahu azza wa jall, dhe kjo kënaqësi e bën atë që çdo gjë që Allahu azza wa jall e ka caktuar për të, ai kënaqet me të nga se e din që është nga Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej dobive që mundemi me nxjerr nga ky emër i bukur i Allahut azza wa jall është se besimtari, pra është ai i cili e din që edhe furnizimi, e din edhe caktimet kaderit, pra nuk vijnë ndryshe përmes caktimit të Allahut azza wa jall. Nëpërmjet emrit të Allahut Ar-Rabb, besimtari e kupton se Allahu është Zoti i tij dhe Zoti i çdo krijesë tjetër, është pronari i tij, është Allahu i plotfuqishëm ndaj tij dhe ndaj çdo krijesë tjetër, është dirigjues në jetën e tij dhe jetën e kësaj gjësie. Çdo gjë në qiell dhe në tokë është në dorën e Allahut. Ai ka krijuar, i furnizon, i jep atyre jetë dhe u jep vdekje. Dhe normalisht kjo është ajo që neve duhet ta kuptojmë raport me emrin e bukur të Allahut azza wa jall. Gjithashtu besimi në emrin e Allahut Ar-Rabb ngërthen ndjenjen dhe bindjen se Allahu di çdo gjë, se Allahu sheh çdo gjë, se Allahu dëgjon çdo gjë, se Allahu ka fuqi për çdo gjë. Ndaj atij duhet t'i lutemi, atij duhet t'i mbështetemi dhe tek ai vazhdimisht duhet të shpresojmë. Besimin e emrit Allahut Ar-Rabb ngërthen ndjenjen e qetësisë dhe rahatisë që Allahu na kemi gjykatës, çfarë të thot e çfarë të gjykoj Allahu, pajtohemi me të, nga sa ai nuk gabon dhe çdo veprim e bën me dije dhe urtësi. Gjithashtu, besimin e këtë emër prej përfitimeve ngërthen pajtimin me kaderin, me caktimin e Allahut, çfarë do Zoti bëhet e çfarë nuk do Zoti nuk bëhet, çfarë cakton Allahu, ne si njerëz pajtohemi plotësisht. Kjo bën shumë të qetë dhe stabil besimtarin dhe besimtaren, agjëruesin dhe agjëruesin karshis provave dhe sfidave të ndryshme me të cilat ai ballafaqohet gjatë jetës së tij. Dhe e fundit, të ndruar agjërues dhe agjëruese, prej përfitimeve besimi njeriu i muslimanit këtë emër të bukur të Allahut Ar-Rabbu e qetëson njeriu përfitimin e rrezikut dhe di se ai që e ka krijuar nuk e le pa rrezik dhe se atë që ja ka caktuar nuk ja merr kurkush. Për atë arsye pejgamberi alayhis salam tha: "Ya ayyuhan nas u'budu ittaqu rabbakum." O ju njerëz, to qeni Zotit tuaj, wa ajmilu fi talab, edhe përsosni rrugët e kërkimit të rrezikut, nga se inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, nga se nuk bëma ki as një shpirt me dal nga kjo botë, pas duke e marr rrezikun e fundit që ka caktuar Allahu azza wa jall. Pra ishin disa kuptime jetësore, porosi dhe mësime jetësore
nga emri i bukur i Allahut Azza wa Jall, Ar-Rabbu, pra Zoti. E lutem Allahun që ta lusim Allahun me këtë emër, ta thrasim ata dhe të dim se Allahu është kujdesari jon, është mbikëqyrës i çdo gjë. Dhe në takimin e ardhshëm e lutem Allahun që të na forcojë ditët në vijim të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe të na pranojë ibadetet tona. Zoti ju shpërblet për të gjëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.